Sistemi RASFI i Bashkimit Evropian, i cili mundëson shkëmbim të menjëhershëm informacioni, ka njoftuar autoritetet shqiptare se në vendin ton janë futur ëmbëlsira me copa metali. Në njoftimin e kategorisë alert është bërë me dije se duhet të largohen menjëherë nga tregu produkti Fluid Tofe Mix 500 gram me origjinë nga Maroku dhe tas kadence 26/4/2026, pasi tek këto ëmbëlsira janë konstatuar copa metali, të cilat përbëjnë rrezik serioz për shëndetin e njeriut. Prania e copave të metalit është konstatuar nga kompania prodhuese gjatë një vetkontrolli. Kjo e fundit më pas ka kërkuar tërheqje nga tregu të këtij produkti. Televizioni Ora News u drejtua Autoritetit Kombëtar të Ushqimit me anë të një kërkese për informacion në lidhje me këtë problematik. Ky institucion na bën me dije se subjekti importues i ëmbëlsirave është World Wine ShPK. Pas kontrolleve të kryera nga inspektorët e AKU në terren, me qëllim bllokimin e produktit, rezultoi se subjektet e kishin shitur dhe nuk ishin më në gjendje. Ajo që të bën përshtypje në këtë rast është se Autoriteti Kombëtar i Ushqimit i jep emrin e ëmbëlsirave të cilat janë paketim 500 gram, por nuk publikon asnjë foto të produktit që paraqet rrezik nëse konsumohet. Në mungesë të publikimit të fotove i kemi kërkuar këtij institucioni informacion se pse nuk i njofton qytetarët për këto problematika me anë të rrjeteve sociale që disponon. AKU që i përdor rrjetet sociale vetëm për të treguar sukseset imagjinare dhe reale, e te kalon përgjegjësinë duke u shprehur se njoftimin e ka bërë në faqen zyrtare të AKU-s. Mos publikimi i këtyre njoftimeve kaq të rëndësishme për konsumatorët në rrjetet sociale të AKU-s ngre pikpyetje mbi transparencën e këtij institucioni, i cili paguhet nga taksat tona për mbrojtjen e shëndetit të qytetarëve.